Qindra qytetari u bashkuan protestës qytetare në Pogradec duke shprehur shqetësimin e tyre për projekte dhe investimet që sipas tyre rrezikojnë mjedisin, peizazhin natyror dhe statusin e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, që gëzon rajonin liçenit të Ohrit. Shqetësimet të fokusuan veçanërisht në projektet e paraqitura në zonën e Insha Oktapodit dhe në afërsitë të parkut të Drilonit. Protestuesit kërkuan me shumë transparencë për projektet e zhvillimit, respektim të interesit publik dhe mbrojtje të pasurive natyrore e kulturës të zonës. Jam ngritur që në protestën e madhe dhe kam udhëhequr protestën e madhe të vitit 91. Dhe normalisht nuk kam qenë asnjëherë me asnjë forcë politike, por kam qëndruar me shoqërinë civile dhe vazhdoj të jem përsëri me të. Në radhë të parë unë ju përshëndes juve që nuk jeni pak për mua, jeni shumë. Dhe shikoj më tepër rini. Ju bie në gjunjë përsa i përket asaj që ne nuk e kemi arritur dot. Kam luftuar, kam bërë protesta, kam bërë greva urie, por nuk kam arritur dot qëllimin final. Dhe kur shikoj sot që një rini e zjarrt e ka marrë në dorë dhe jo vetëm në Pogradec, po faleminderit të Pogradec, ka marrë përsipër që ta udhëheqë këtë lëvizje në gjithë Shqipërinë, mua më bëhet zemra mal. Tjetër vëllezër e motra, të shikojmë qytetin që na shqetëson të gjithëve. Ne kemi zvërnecin këtuja për Zotin. Ne na dhem qytetit ton. Shiko gjëja kryesore, ne jemi këtu përballë dhe rruga kryesore para bashkisë është skandal. Është skandal, është turp, është paradoksale. Turp. E dyta, më thoni kur hyni në Korçë, nga çu rrugë do hyni për në Korçë? E zgjidhni rrugën, jo, hyni nga të doni vëlla, nga të gjitha rrugët. Shkon në Elbasan, hyni nga të gjitha rrugët. Shkon në Tiranë, hyni nga të gjitha rrugët. E në Pogradec është anti-qytetare, që rruga me bukur panorama e qytetit ti e ke bërë blok atje vëlla. I ke vetëm për dalje, ti ikin ti përcjellësh. Turizmi është e ardhmja e thonë. Po me cilin turizëm? Turizmi është për qytetarë. Si do t'i vinë në shërbim të qytetit? U shkatruan të shemishtin, ja morën tokën. Një koncept që është në bujqësi dhe në turizmin është produkte me kilometra zero. Do të që turistët do vinë të marrë produktet e freskëta. Atyre ja morën tokën, ndërtojnë pallate. Me çfarë do ushqejnë këta turistë? Me tomatën që do vinë nga Turqia, apo me fasullin që po vinë nga Kazakistani? Një pjesë e pjesëmarrësve ngritën shqetësimin lidhur me paketën e maleve dhe ndikimin që disa investime mund të kenë mbi pronat e qytetarëve dhe mjedisit. Pas fjalimeve dhe mesazheve të mbajtura në shesh, protesta vijoi me një marshim baqësor në rrugët e qytetit, duke përfunduar në zonën e Insha Oktapodit, ku qytetarët përsëritën thirrjet për mbrojtjen e breg liçenit dhe të vlerave natyrore të Pogradecit. Organizatorët e cilësuan tubimin si një shprehje solidariteti me protestuesit e zhvilluar në Zvërnec, Tiranë dhe qytete të tjera të vendit, ku banorët kanë ngritur shqetësime të ngjashme për mbrojtjen e territorit dhe mjedisit. Në përfundim të aktivitetit, organizatorët njoftuan se lëvizjet qytetare do të vijojnë në Pogradec edhe në ditë të tjera.